e nderuar kryetare, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, shpreh mbështetjen tonë për projekt ligjin numër 10 thyë për L viz 040 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Ky projekt ligj është hap konkret drejt organizimit të ngjarjes më të madhe sportive ndërkombëtare që Republika e Kosovës ka marrë përsipër deri më sot. Me këtë marrëveshje, Kosova vepron si shtet mikpritës i lojrave mesdhetare Prishtina 2030, ndërsa Shqipëria bëhet partnere në organizimin e sportit të lundrimit në Bashkimin e Durrësit. Në këtë kuptim, vota për projekt ligj është votë për sportin, për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe për përfaqësimin dinjitoz të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Prandaj, grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje e mbështet këtë projekt ligj dhe fton deputetët që të votojnë. Faleminderit shumë.